Atmosferë feste dhe përkushtimi shpirtëror në qytetin e Lezhës me rastin e Kurban Bayramit që në orët e parë të mëngjesit, besimtarët të shumë muslimanë ju drejtuan xhamisë së qytetit për të kryer faljen namazit dhe për të përcjellur urimet për paqe, mirësi dhe begati në familjen shqiptare. Në një atmosferë reflektimi dhe harmonie, ceremonia fetare u shoqërua me mesazhe bashkëimi dhe solidariteti mes njerëzve, duke vënë theksin tek rëndësia e dashurisë dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit. Në fjalën e tij para besimtarëve, myftyi i Lezhës, Sadedin Kotri, u ndal tek vlera që përcjell kjo festë e shenjtë, duke theksuar se Kurban Bayrami është një moment e reflektimit shpirtëror, sakrificë dhe afrimi mes njerëzve. Padyshim kjo është një festë e begatë, një festë që na tregon sakrificën që duhet të bëjmë për njëri tjetrin, për të mirën e përbashkët dhe për mirëqenien e përbashkët. Kjo festë na tregon sakrificën e madhe që bëri profeti i madh Ibrahimi a.s. bashkë me të birin e tij Ismailin a.s. ku Zoti fuqiplot e urdhëroi që ta bëj kurban, por mëshira dhe bereqeti e Allahut fuqiplot deshi që të zbres një dash dhe pikërisht ky është edhe simbolika e Kurban Bayramit dhe kjo na tregon edhe neve traditën e Ibrahimit a.s. ku duhet të bëjmë sakrificë për të mirën e përbashkët, duhet që ne të sakrifikojmë së bashku për të drejtën, duhet të sakrifikojmë së bashku për të dëlirën, duhet të sakrifikojmë së bashku për të mirën dhe për harmoninë dhe çdo gjë tjetër që është e mirë për mbar njerëzit ku të ndodhen. Atëherë neve na mbetet vetëm se çdo gjë ta bëjmë për hir të krijuesit ton dhe të jetë për të mirën e mbar krijesave, mbar njerëzimit ku të ndodhet dhe së fundi ju uroj për shumë vjet dhe gëzuar Kurban Bayram. Pas ceremonisë së faljes, besimtarët shëmbyen urimet tradicionale për festën, ndërsa dita vijon me vizita pranë të afërme dhe miqve, ndërkohë urimet janë përcjellë pranë myftinisë së Lezhës edhe nga autoritetet lokale.